ka ngel, ose Ti e di që dhe një marketing i keq, ose ti e di që dhe një marketing i keq është një marketing. Unë nuk jam armiku jot, ose Lin. Kjo gjë këtu për ty ose Lin, nuk jam armiku jot, ose Lin. Ose Lin, nuk jam armiku jot, ose Lin. Zgjoju po them, nuk jam armiku jot, ose Lin. Big Brother. Ose Lin, nuk jam armiku jot, ose Lin. Nuk jam armiku jot, ose Lin. Ose Lin, unë e kam shprehën tana dhoma trafimit që unë kjo është Gerti, kjo është dhoma reflektimit. Gerti bie kështu poshtë loja dhe dhoma reflektimit Gerti në gjen lart. Ti në këtë lojë djali dashur nuk jam armiku jot. Problemi është që me çfarë mend do futesh brenda prapë. Tu kam me ken, ose Lin. Ti nga kjo lojë. Moj men ke me pas nevojë për mua, kaç po them. Ore, dita që unë do kem nevojë për ty. Kurse e kam zemrën e bardhë, kush ka me thanë hikses du me... Ti, qa ke ti? Unë? E kam zemrën e bardhë me Selin, o Selin. E, kësha gjithë ditën që nuk qesha. Gjithë ditën që nuk qesha. Gerti, ti e ky. Se qeshmi. Kjo është dhoma reflektimit. Se qeshmi, si ka ajo. Big Brother, ti jep një sfit. Se qeshmi. Po ja jep një sfit një njeriu që nuk ka ndjenja, dhe është i gatshëm që për këtë lojën të bëj çdo gjë, ta shesi gjakun e trupit vet. Po çka kam ngel për dhe dhoma reflektimi Gertin vetëm e ngren dhe fut prapë në shtëpi. Unë mendoj pasi ta që fusin në publiku shtëpi, shqiptar janë të kënaqur me ju me Frizamoni. Do ta kuptoj. Do me ju pa ju edhe në shtëpi, publiku shqiptar do ta kuptoj që Gerti dhe një tipologji si Gerti nuk ndryshon kurrë, sepse nuk ke lojë tjetër. Ti mendon se kjo është strategji duke provokuar njerëz duke prekur njerëzit në fatkeqësitë e jetës, dhe në fatkeqësitë e jetës. Dhe ti mendon t'ja përdorësh dhe kjo mendon ti që ti do bëj një lojtar të fortë. Përkundrazi, më beso që mund të jesh. Po si jap atij atë mundësi. Më beso që nëse lexohesh si i fort, lexohesh vetëm për faktin që arrin të provokosh vërtet njerëzit, po i provokon në mënyrë të shëmtuar. Për çfarë? Kështu që nëse ti